Shqipja, gjua jonë dhe zemrës, gjua e fjalëve të dëndës dhe tribërisë e historisë. Ajo udhëtoi përmes shekullve me plagë dhimbje, por asnjëherë nuk pushoi së foli. Në çdo shkrim të fshehtë, në çdo këmbë të luginave, në çdo cep, ajo qëndroi gjallë. Sot të nisim një rrugëtim përmes shekujve për të ndjekur udhën e saj, udhën e fjalës që u bë kombë. Ishim në vitin 1462, kur Peshkov Pal Angel i shkroi fjalët e para të Shqipës. Unë të pagazoj në emër të Atit, të Birit dhe Shpirtit të Shenjtë. Amin. Këto pak fjalë ishin si rajet e para të zemrës së një gjuhe, që s'do të pushonte më kurrë. Në një kohë kur mbreti ndërroni kufitët, ajo nisi të ndërtonte atë dheuën e fjalës. Unë jam gjua shqipe, edhe pak fjalë janë jetër për mua. Një fillim i vogël, por me zemër të madhe. Ishte viti 1497, kur udhëtari gjerman Arnold van Harf shënoi disa fjalë shqip në ditarin e tij. Fjalët tona nisën të dëgjoheshin për te tetëve. Ai më dëgjoi dhe më çoi në botën. Ishin shkëndijat e para, por duhej një burrë që ta kthente me libër, e t'i jepte një faqe e zë. Ai ishte Gjon Buzuku. Një prift i përulur, por me shpirt të madh, që në shekullin e 16 mori përsipër një mision të shenjtë, të fliste me Zotin në gjuhën e popullit të vet. Unë jam Gjon Buzuku. Në vitet e 1555 botova me shari. E shkova me frikë, me mund, me dashuri, doja që çdo shqiptar të kuptonte lutjen e vet. Në çdo faqe të mesharit e kam shkruar me shpirt. Dija që gjuha është dija e një këmbë. Faleminderit. Prej dorës tënde, unë nisa të flas me shkronja, të dëgjojmë në kish, në familje dhe në çdo zemër shqiptare. Një hap i parë, por ende i vetëm, duhej një dritë për të gjithë kombin, dhe drita po vinte nga advetar të tjerë. Ishte shekulli i 19, kur cili solli rigjindje shqiptare, dhe një vend ku pushtuesit donin të shohin një gjuhë, u bë burrë pishtar, i cili ishte Konstantin Kristoforjevi. Unë jam Konstantin Kristoforjevi. Përktheva Biblën në gegërisht e toskërisht që çdo shqiptar të mësonte gjuhën e vet, pa dallim krahine, pa dallim feje. Doja që gjuha jonë të lidhte çdo shqiptar, siç lidh drita qielli me tokën. Partime dhe dije, u bëra më e fortë. Në fjalët e tua gjeta mendjen e lirë të kombit tim. Por duhej një bashkim, një gjuhë vetme, një alfabet që të fliste për të gjithë, dhe kështu në manastir, historia do të ndryshonte përgjithmonë. Ishte një viti 1908, kur në qytetin e manastirit u mblodën bitë më të ditur të kombit, mësues, shkrimtarë, priftëri, dietarë. Në një kohë kur gjuha jonë kishte shumë ushtrojtja, dialekte, ata kërkuan një rrugë të vetme, një zë të përbashkët. Kemi ardhur nga të gjitha anët e Shqipërisë për një qëllim të vetëm, të bashkojmë gjuhën tonë. Pa një alfabet të përbashkët, shqiptarët nuk do të mund të rëndinin historinë e vet. Diskutuam ditë e natë, me pasion dhe me shpirt, dhe vendosëm. Alfabeti shqip do të jetë latin, 36 shkronja të pastra dhe të qarta si drita e lirisë. Këto shkronja nuk janë thjesht simbole, por aty shohim zemrën e kombit tonë që rrën në çdo fjalë të shkruar. Faleminderit për sakrificën e të gjithë dietarëve që e bën këtë ëndër realitet. Çdo fëmijë më mëson njësoj. Nga Shkodra në Gjirokastër, nga Prizreni në Çamëri. Ajo ditë ishte si argimi i një dielli të ri. Shqipja nuk ishte më vetëm gjuhë, por atë i fjalës shqiptare. Shekujt kaluan, por shqipja mbeti si flamur që valvitet në çdo kohë. Sot ajo jeton në shkollat tona, në këngët, në ëndrat e brezit të ri. Ne jemi gjuha shqipe, ne jemi shqiptar, do ta mbrojmë dhe do ta ruajmë gjithmonë. Të flasim, të shkruajmë, të